Kryefjala e javëve të fundit kanë qenë diskutimet sa i takojnë projekt buxhetit të vitit 2026, ndërkohë që aktor politik por edhe ekspert të fushës kanë dhënë mendimet e tyre pro dhe kundër këtij projekt buxheti. Në linja të përgjithshme shihet një rritje interesi dhe vëmendjes karshi fushës së sigurisë dhe ulje e buxhetit sa i takon mbrojtje sociale por edhe arsimit. Sipas të dhënave zyrtare, fondet për shërbimet e përgjithshme publike rriten me 68.5 miliard lek, ndërsa mbrojtja arrin në 43 miliard lek dhe rendi publik në 55.8 miliard lek. Këto zëra shënojnë rritje të lehtë në raport me buxhetin e këtij viti, në përputhje me prioritetet për modernizimin e forcave të armatosura dhe forcimin e sigurisë. Në krahun tjetër, arsimi dhe mbrojtja sociale pësojnë rënje, shëndetësia mbetet e pandryshuar, ndërkohë mjedisi dhe kultura vazhdojnë të mos kenë prioritet në politikat buxhetore, me vetëm 0.2% të fondeve të përgjithshme të vitit 2026, shumë më poshtë se mesatarja europiane. Gjithashtu fondet për argëtim, kulturë dhe çështje fetare zën vetëm 0.8% të buxhetit, dhe dukshëm më i ulët krahasuar me BN. Kjo tregon se kultura dhe trashëgimia kulturore, edhe pse mjaft të rëndësishme për sektorin e turizmit, ende nuk kanë marrë vëmendjen e duhur në Shqipëri.